Qori kishte ide në Bushat, që ne po e diskutojmë gjërësisht këtu, por nuk bijem dakord për një gjë. Kishte ide në që nëse fiton, ka fituar Arlindi me punën e vetë, po nëse ka humbur Arlindi vetë, thot, ideja e ti... Pas tjetër, që se fitojmë, merita është të gjithve, që se humbim, pa ishtimi. Kupton. Dhe nëse në Shqipëri, ne do ta kemi këtë model, si shtot Arlindi, që nëse humbim, faji është... I trajnerit. I trajnerit, i Arlindit në rastin konkret, në thjesht do ishin gjërat, besoj unë. Pavarësisht nga çka procesi, çfarë ndodhet i gjitha. Si jam fare dakord me Arlindin këtu, se kjo është e vërtet, kur kushtet e garës janë barabarta. Kur gjithë e kanë mundësin të bëjnë fushat, të dalin ku donë media, financimet jenë të barabarta. Në këtë rast, po, vlen ajo që ore mos nuk i kanë dhënë partisë time drejtimin e dur, po kur je në kushte totalisht pa barabarta, unë mendoj që është një projekt rezistence dhe jo thjesht një projekt që ti matesh drejt për idet që ke. Tani ti që shmendim ke për këtë proces deri tani? Kaloj një ditë, duket pak e heshtur, duket një situatë shumë e heshtur. Pse thua ti? Kishte shumë zhurmë në zgjedhjet kaluara, respektivisht në të gjithë kohët, me këto 30 sa vjet ka patur shumë zhurmë. Jo, karë duke u zbeur. Do me thënë, dita e zgjedhjeve në vetë vete nuk është më problematike. Pra, pam, gjatë gjithë ditës, sot ngjarje si ajo ke zyra Erion Braçe, ose ato dje në Dibër ke Xhelal Mziu, po në total nuk kam më problem të madh dita e zgjedhjeve. Nuk ka, thotë. Dhe kjo nuk është një domosdoshmërisht një shenjë mirë. Kjo nga njerë mund shifet dhe si shenjë keqe, se kur vjen dita që Mileti voton, këta mjeshtrat i kanë mbyllur gjërat. Dhe në këtë kuptim unë prandaj kam thënë non-stop në studion tënde që këto nuk janë zgjedhje, këto janë votime. Janë votime që rezultati dihet, fitusi dihet, pasaporta evropiane nuk dihet vetëm. Në këtë kuptim nuk jam i surprizuar nga qetësia e sotme, aq më tepër që u shoqërua dhe me këtë shohun e Giro d'Italias, pra që këto. Do me thënë, kjo është që ti thuash njerëzve, por e kot bëni zgjedhje, këtu gjërat janë të vendosura, nuk ka, ne po punojmë për Evropën, këtu po vjen Evropa, po bën Giro Italia, pse lodheni, ka pasur një skeç të bukur kohën e komunizmit, për këta që erdhen për zgjedhjet e 46-ës, vinin akoma anglo-amerikanët. Edhe një fshatar në një fshat largët, pasi kishin hedhë gjitha ato goglat kutinë e votimit, tha, po ju që keni ardhur Amerikan? I tha, amerikani, po vëzhguar zgjedhjet. Po rrugë të gjatë pas kemi marrë, zgjedhjet dihet i fiton partia jonë. Do me thënë, si qa kisha unë me Zotin Shej dhe me Partinë Mundësia. Kur pyet njerëz në rrugë, për shembull, thonë, dëgjoj se Agron Sheja ka qenë i favorizuar. Kemi parë ke Ylli, kemi parë ke Fevziu disa herë, pra prezent në media. Falë dhe mundësive të veta financiare ka pasur këtë luks. Dhe thonë, e shikoni, Agron Sheja, Partia Mundësia, është shembulli par excellence që këtu ka kushte demokratike të garimit në zgjedhje, mediat janë të hapura për gjithë. Dhe do të shikoni që do e përdorin këtë fabul për të thënë që këtu është mjedis i shëndetshëm demokratik. Por, çfarë them unë? Unë e shoh Partinë Mundësia dhe Zotin Shej komplet si shembullin e kundërt, si shembulli që i shëngër haku. Pse? Se shkollaj ti bësh një servis Agron Shejajt, një profil për jetën private ti tregosh. Por sa nga mediat tona të mëdha, për shembull, i kam bërje hon ati debatit që Zoti Shejaj bënte me Ministrin e Shëndetësisë për atë që vdiq se s'kishte ilaçe. Sa nga mediat tona të mëdha i kam nuk e kanë bërë.
Se mediat janë me shërbim, një pjesë. Prandaj, shëmbulli që duket sikur mundësia i pati, jo, edhe mundësia që duket sikur i pati, ka garuar në një mjedis të ashpër, të pa drejt dhe të përmbysur demokratikisht. Dhe ky shëmbull që në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Se unë si qytetar, në kam thënë nuk votoj djathas, por po të shifja vetëm debatin e Zotit Sheaj me atë ministrin e shëndetësisë, nuk kishte shans të jepja një votën ti me Partisë Socialiste. Do jepja Agronit, tjetrit. Po kështu ka ndodhur? Jo, ka ndodhe kundërta. Ja ta që shemë, që ka ndodhur shu. Unë ja thash në fillim, ja një sekund. Ja thash në fillim, zotrisë. Unë e shof mundësin... E di kush është njeriu që i thash unë njeriu që punon me mua. Një minutë, shoferi ime, pash tuta Agroni mu duk mi sakti. Që e votoj. E ka parë disa herë, bile? E ka parë disa herë, këtu dhe thot Genti, shoferin, tha Agroni shme miri. Ti po thua, ti përbën 1% popullsisë shqiptare, ore. As 1%, 0,1%. Jo, pra jo. Njeriu qytetar i zakonshëm tjetri, është ai që thashon votën. Po them që tjetër, që këtu çdo kusht tjetër, përveç Edi Ramës dhe Cari Lindasve vet, kanë qenë në kushtre ekstremisht të pabarabarta në këtë garë. Është garë falso, është garë e shkatruar. Ore, kemi bërë debat që në janarin, jo këtë janar, të vitit shkuar, do ngrej spaku një task force, që do kapi vjedhjet. Qa nga tregoj kjo task force-a? Që Shqipëria është një Eldorado ku vota as nuk transformohet, as nuk manipulohet, as nuk bliet. Se mbaroj misionit task force. Tani mund t'jem unë aq debil sa ta ka përdi këtë që në Shqipëri vota as nuk u bleka, as nuk u manipuloka, as nuk u trafikoka. Pra, ky mjedis demokratik është iluziv. Janë zgjedhje barbare dhe Agroni është një nga viktimat e këtyre zgjedhjeve barbare, jo një nga përfundimit. Por e nuk po ankojnë këta. Qori para Agroni nuk u ankoha për këtë gjithë. Ankojnë është ti dhe unë. Po si ankojnë ti dhe i zotin, nuk ankojnë ti zotin punës, ankojnë ti e zotin. Të unë nuk disi ta shpegoj. Pra, të keshi forcë politike që është e bindur që ka fituar Tiranë dhe gjysma e kandidatëve Tiranës, gjithë mediat e opozitës kanë argjuar 6 orë për të mbuluar fitoren me ca vota që edhe si kur t'i blente Erion Braçe, prapë se pas kanë prishur fitoren tuaj, atër njeriu që fiton gëzon, nuk meret me ca vota të Erion Braçe. Ka i kontradikt që u lërit se këtu më duket. Ambrozia gjetë një 2 raste, ose 3 raste. Shiko, ne ngellëm në atë situatë, sepse u vonu policia shej, unë gjatë gjithë kohës doja tikja. I thua kam punë për të bërë, kam gjëra tjera për të ndjekur edhe kam kontakte për të bërë. Edhe tani që po komunikoni ju, gjithë kohën tuaj e shpenzuat me mundësin teorike që Erion nuk e përjashtoj Erion Braçe, po edhe kështu si simbol që midis gjithaj dutëve të asaj partije të vinit që ja vodhi Erion Braçe vota. Ja kam thënë unë Braçes. Ja kam thënë unë më që nuk akuzoj Erionin. Shiko, unë nuk e kuptova sepse Braçja nuk ishte aty kur u kapën ta. Ore, a keni fituar? Unë s'kam akuzuar Braçën. A keni fituar? Ne pa diskutim presim që në hapjen e kutive në Tiranë. Shërëndësika që ka bërë në një skuter Erion Braçe. Problemi është që nuk keni fituar. Unë më shumë i besoj atyre pamjeve se sa fitores tuaj. Ato janë simboli i asaj që ju kanë bërë, po të dyja diskuret nuk shkojnë bashkë, që edhe kemi fituar, po edhe problem Braçe. Unë pres hapjen e kutive për të parë atë produkt që ne kemi punuar gjithë të vite dhe presim që të kemi në kutit e votimit. Sovrani ka folur, votat janë hedhur në kuti, do të presim rezultatin. Nga ana tjetër, është detyre jona që çdo parregullsi, çdo problem që ka patur ky proces zgjedhor, ta bëjmë publike dhe ta çojmë në institucionet përkatëse, normal, duhet ta bëjmë këtë detyrë. Por kur gjithë theksin 6 orë e vë me të drejtë që ore po na manipulojnë votën, atër s'ka mundësi të kesh fituar.
Pra, është një lapsusin në ndërgjegjshëm që edhe ti e di që s'ke fituar. Se të kanë grabitur. Shiko, do duhet, po e them dhe njëherë, do duhet të vinë të gjitha dhëna, do duhet shohim procesin. Unë për momentin jam në pritje të nisjes procesit zyrtar.